Policia e Lezhës arrestoi një prej personave të akuzuar se ushtruan dhunë ndaj 2 vajzave të familjes Kola, nga fshati Kone i komunës së Fanit në Mirdit. Dot Tuci, i shoqëruar prej mbrëmjes së të dielës, është arrestuar në orët e para të ditës së sotme nga policia. Konflikti për çështje pronësie mes 2 familjeve kushërinj mes tyre, Kola dhe Tuci, u bë publik në orët e paraditës kur policia e Tiranës, e njoftuar nga autoritetet e ambasadës amerikane, shoqëruan 4 persona që donin të hynin në ambasadë. Zef Kola, i cili punon në Malin e Zi, i njoftuar për konfliktin dhe goditjen e vajzave për shkak të grindjes 11 vjeçare të pronësisë, arriti me Tiranë nga Lezhë me një taksi bashkë me vajzat dhe bashkëshorten. Sipas burimeve, Kola kërkonte të takojë me ambasadorin amerikan Aleksandar Arvjezu, që ky i fundit të ndërmjetësonte te kryeministri Sali Berisha për zgjidhjen e konfliktit të tij të pronësisë. Burimet policore thanë se nga dëshmia e marrë, dyshohet që Kone të ketë shfaqur shenja problemesh psikike, ndoshta në kushtet e shokut apo depresionet që ka patur kur ka parë vajzat e dhunuara. Kola u la i lirë pasi u intervistua nga oficerët e policisë së Tiranës. Kolegët e tyre të Lezhës, të cilët kishin nisur hetimet një ditë më parë, kishin ekzekutuar ndërkohë arrestimin e personit të akuzuar për dhunë ndaj 2 vajzave të Kolës rreth moshave 17 dhe 20 vjeçe.